Flason? Jam Pash Nikolli, lindur dhe banos në fshatin Simon. Para 10 vjeç jemi mbledh ke shkolla 24 vet me gjithë shpërthasën se fshati është në veti. Dhe aty tha për pjesëmarrje. I ndjeri nuk shkurti pa thënë do vi shpi në shpi. Nuk erdhi. Ajo ishte puna aty, po ato firma nuk ishin me në terë, sepse tashti është me problem. Mas 3-4 ditë marrin të shokën e m'akuzojnë që gjëja unë jam nuk ishim unë sepse nuk kam pas ashtu edhe thatë na shëtujt. I thash jo, edhe e thera sekretarin e komunës, i thash një dhe katonin. Ta pleqërojmë. Ta pleqërojmë. Më tha mu, tha ma përkry plak. Jo, thash se du përkry plak. E ja kam thënë rezidencë, i thash me bavëqenë me 4 klasë shkollë. Ra problemi i ujtë, u diskutu problemi i ujtë, tha ka ministria. Na ka pro ministri, jo thash ministria nuk e ka. Shkoni ke privati, më tha sekretari, sepse kam qenë edhe koleg, ai Pjetër. Çfarë shkoni ti tek privatit, konfliktohesh me privatin? Shkoni ke privati, merrem me privatin, më tha mu. Si të merrem me privatin unë? Tashti unë dyshoj diçka që kur qem kem protest pranë ke Zavets kryeministria nuk kanë punu atë ditë. Diçka ashtu. Sepse na vjen informacioni atë ditë nuk është punu. Pra ju shkoni protestoni atë ditë ndërprehet puna. Ndërprehet puna tashti diçka është aty. Edhe pa thënë 50% firmave, në atë kohë nuk e di kush ka qenë ministër i energjetikës, nuk e di në 2015. Me ardhin e kësaj ballukut pa thënë 70%. 70% firma nuk i ka marrë në zonë Kaqina. Unë tham për fshatin Simon imi 87 shpëj pa janë 20 shpëj nga Kaqinarës, nga Simonës, nga 4 kunor. Llogaritë sa shkojnë. Ai si ka marrë firmat. Ndishaj, shkoj, ka marrë më duket një operatës. Pra i duhet merrte 7% të 87 familjeve. Po. Që ato 20 firma që i ka marrë ke shkolla, i ka pa notar. Po të merret e tuj nuk ka jetë. Po të merret dimit, vesh nuk kemi nevojë me vesh me marrë me bodë. Sepse dimit krijohet ai. Si të shterrit dimit, na nuk kemi, ta bëjmë me dik, sikur e ka bënë atë. Po ta bëjmë me dik. Ta bëjmë me dik. Jo me tub. Sepse ka zhvillim edhe katoni, këto nuk jemi bashkë ashtu. Ti në qarkullim të shifet. Ti në qarkullim. Mos ta prishë mikrofonin. Jo, pak. Me dik, jo. Me dik, na Jo. kafshim. Ka shku du e Mos ta fusin në tub. Mos du me apo Dërsa Zoti fare. Jo. S'ka problem, ne nuk do ta zgjidhim në emision, po duan marrë mendime. Unë nuk kam interes, domethënë. Unë thjesht dua mendimin tuaj. Ne nuk domi herë firmat në vjen fare këtu. A ka ardha jo firma, nuk kemi shku kaj. Sepse unë kam bërë debat edhe me atë Fancin, se unë i kam thënë para 2 vjeç se ai del si trem ndukut. Nuk i njohim se kush janë. Po jo, i kam marrë disa dhëna, unë se vjen dhëna thotë nuk e shpo plumi. Se shpo plumi, nuk e di është. Kan thënë. Ne nuk i njohim ta personin, mos shkojmë te plumi, por rrim te fjalët i herë për momentin. Tashti ky fshat ka nevojë një herë shëpimi ta 30 vjet në kohë. As mojt as djath, as mjek. Dikur ka parë mjeku ke shkveja, sot ka me shtu i smoni ke mjeku. E si e bëni ju për mjek? Në këtë rrugën, ka marrë makinën, e me shku në Rrshen, on lez. Tu repsin e herë me ka numrin në Rrshen mu vizitu. Minimum para Mikun e familjes na kanë kalu nga tjetër. Unë kam pas raste sepse spitalin e plakat i kam numëruar edhe në Lez, edhe në Rrshen, edhe në Tiranë. Kishim me marrë nga Qaqinar, ka qenë mjeku para 30 vjeçet. Ka pas 4 mjek. 4 mjek ka pas. 4 mjek sot s'ka as qendër shëndetësore? Qendra është për qanë, po. A ka infermier brenda? Tashti infermier. Ore, një pyetje thjesht, na ngri gjarpri. Ktu ku jemi në Lëndin. Sot shërbim nuk Sot po të pret koha me shku deri. Jo, sot shërbim nuk ke. Atëherë 4 mjek ka pas. Një ka pas mirë se ka punuar në tokë tonë. Një kishte bënë 30 ditë nuk jepte kush levesh me në kedera galerisë. Për të zot me nollin ngjarje, duhet mjekë atë. Merrte lesh, bite Zevenci tjetër. Sot nuk ka mjek këtu. Në dhimbshme. Tu kemi 2 të ri se kanë fëmijë, janë detyruar me shpenzu me shu në Rrshen. Për mësues. Shkolla, objekti është aty që është bën, që ka pas 300. Po e filmova unë atë objekte.
Rruga ka qenë ma mirë në kretë rreth 11 ditës, si rrugë. E bani, qysh në koni, unë nuk unë smërja asë të majten, asë djathën. Çfarë është realja? E bani në rrugë me Rëshën Bukmer, nuk e di apat, për 3 ditë, për 3 vjetë, doli jashtë standardet. Edhe i kam thënë kryetarit bashkisë. Atje do bjerë në makinë atje është rreziku shumë. Skandal. Me 4 klasë shkollë, ai inxhinieri që ka projektu, me 4 klasë shkollë, ka qenë ma mirë. Rruga vjetër ka qenë ma mirë. Për me orë ishte ba... Edhe janë 6 kilometra. 6 kilometra, na pa të thanë një. Po, dilte shkurt, dilte këte nga ana këtej, ë? Edhe i thamë në rëzdit, sepse unë kam qenë jo demokrat, po kam qenë... Socialist. Unë kam qenë socialist, edhe 96-ën ja thamë edhe Edi Rame se kam pas pistoletën mbi krye. Rama se ka pas nofta, po unë e kam pas në fshatin tem. Ashtu. Kjo politik na ka lënë Po, kjo politik ashtu. Ndërsa për firmën i bajthira një herë, tërhiqu, ky popull nuk mahat ma. Ja tham edhe firmosëm ja shumë ati Ballokut dhe kryeministit. Merë është mu marrë, njëherë më popull nuk ka ma. Sepse shtu në ka. Çështja është se këtu si licencë ka dhënë që në 2015, kush ka qenë atëherë? Para Ballokut, kush ka qenë atë, s'po kujtohet. Ka qenë ai Gjiknuri. Gjiknuri, bile ai e ka çu firmën. Bile ai mund të jetë shkaktari. Për rrugë me Rëshën Bukmer ai e ka. Edhe kryetarin e ky na ka, Qitral na ka bërsh ky kryetari i ri. Ai ka hil grejt. Qitral na ka, Po pse çka ka bërë ky eri? Se e ka firmos Qitral. A e ka firmos këtë, ë? Po, e ka firmos për këto, sepse shtini rinive unë s'kam qenë. Pa dëgjes. Bashkia Mirdit në çdo vendimarrje të saj do të ketë synim që të diskutohet dhe të konsultohet me çdo banor të komunitetit. E normalisht nëse këta banorë e kundërshtojnë, Bashkia Mirdit është palë me ta dhe nuk mund të jetë kurrësi kundra vullnetit dhe veprimeve dhe vendimeve të tyre.